Përshëndetje të nderuar shikues, për i takojemi sërish së bashku me gjurmët, ndërsa sot fokusin do të zhvendosim në një temë që prek përditshmërinë tonë, për shkak se neve po jetojmë në qytetet tona që po ndryshojnë çdo ditë me ritme shumë të shpejta, mirë po pyetja kryesore vazhdon të mbetet apo ndërtojmë me plan dhe siguri apo thjesht po ndërtojmë për të ndërtuar. Nga një anë kemi një sektor ndërtimi që po zhvillohet çdo ditë më shumë, mirë po nga ana tjetër kemi shpesh raste të mungesës së sigurisë, pikërisht për fuqinë punëtore. Të dhënat e shoqatës për mbrojtje në punë tregojnë se gjatë vitit 2025 janë regjistruar 132 aksidente në punë, prej të cilave 31 me pasoja fatale. Kush i ka fajet për këto çështje do ta shohim në vijim, gjithashtu do të flasim edhe për urbanizmin që përballet me sfida shumë të vështira, me ndërtimet pa leje, me mungesë të hapësirave të gjelbra dhe shumë probleme të tjera që i ndjejmë në përditshmërinë tonë. Për të diskutuar për këto çështje dhe shumë të tjera, kemi sot të ftuar Besnik Osekun, arkitekt. Mirë se erdhët në Alsat. Shumë kënaqësi t'ju kemi sot, faleminderit që ndat kohën. Përshëndes edhe shoqëruesit. Faleminderit. Para se të fillojmë me diskutimin tonë, do t'i lutem regjisë për një material të përgatitur nga redaksia e televizionit tonë për të parë pak më shumë për këtë pjesën e sigurisë në vendin e punës dhe aksidentet fatale që kanë ndodhur vitin që lan pas. Vetëm pak ditë pas tragjedisë që tronditi vendin, ku një rrëshqitje dhe u zuri 4 punëtorë ndërtimi, prej të cilëve njëri humbën jetën, ndërsa 3 u lënduan, në fokus sërish është vënë siguria e punëtorëve. Të dhënat e shoqatës për mbrojtje në punë tregojnë se gjatë vitit 2025 janë regjistruar 132 aksidente në punë, prej të cilave 31 me pasoja fatale. Këto të dhëna janë përfshirë në raportin vjetor për aksidente në punë dhe sëmundjet profesionale për vitin 2025, i publikuar me rastin e ditës së botërore për siguri dhe shëndet në punë. Drejtori i Inspektoratit të Punës, i cili është përgjegjës për kontrollin e aktiviteteve ndërtimore, Gani Maksuti, refuzoi të japë deklarat. Ai doli në foltore dhe foli vetëm për ditën e sotme dhe për numrin e kontrolleve të realizuara. Sipas Peshevskit, kryetari i Sindikatës së Ndërtimtarisë, shmangja e dhënies së deklaratës është një lloj distancimi. Fakti që drejtori shkoi i pari në vend ngjarje, ndërsa tani nuk dëshiron të jap deklarat, ndoshta do të mbetet një njollë zezë në tërë rastin. Përsëri po them rast, nuk dua të paragjykoj paraprakisht, as nuk jam polici e as prokuror, por nuk dua as të mendoj se kjo do të përfundojë në dëm të punëtorit apo të familjes së tij. Sipas profesoreshës Jasmina Çallovska, duhet të punohet për mbrojtjen jo vetëm të shëndetit fizik, por edhe atij mendor, i cili është bazë për një punëtor produktiv, që është bartës i zhvillimit të çdo vendi. Siguria dhe shëndeti në punë nuk duhet të jenë temë dhe titull vetëm kur ndodh tragjedia dhe kur humb jetën një punëtor. Siguria dhe shëndeti në punë është një fushë që nuk toleron improvizime, politik apo ego personale. Është një fushë që kërkon përgjegjësi dhe përkushtim jashtëzakonisht individual dhe kolektiv. Më së shumti aksidente në punë janë evidentuar në industrinë përpunuese, 33 raste, pas së cilës e vjojnë ndërtimtaria 15, administrata publike dhe mbrojtja si dhe sigurimi i detyrueshëm social 12, veprimtaritë anvisrive si punëdhënës 11, veprimtaritë administrative dhe shërbimet mbështetëse 10, si dhe transporti dhe magazinimi 9 raste. U rikthyem sërish në studio, tani zotëri Oseko do ta ndërlit pak me atë që pam deri më tani. Ndërtimtaria dihet që është një sektor që ka një lloj rreziku në vete për punëtorët, për shkak se është një sfidë fizike në vete. Si e vlerësoni aktualisht situatën e nivelit të sigurisë në vendet e punës, pikërisht në këtë sektor të ndërtimtarisë, duke marrë parasysh përvojën tuaj shumë vjeçare në këtë sektor, si e keni parë të jenë të sigurta terrenet tona? Shqeqone, profesionalizmi është mbrojtje prej improvizimeve. Edhe të neve në kohë fundit, profesionalistët, ata inxhinerët, nuk po respektohen. Unë do të kisha potencu, sidomos për objekte më të vogla. Nëse mjeshtrit, kur fillojnë të ndërtojnë dikush kur investon shtëpi me bë, nëse përmendet inxhinieri, thonë, lënë inxhinierin se unë kam përvojë shumë, unë kam pa, kanë vizatu projekte mbi kuti të cigareve. E dikush do të thotë, pse Besniku tash na po folim për çetër thënë, po unë i ndaj gjanat në mikro dhe makro. Ajo që ka fillon
si problem marginal, ajo mëse ardhe tu multipliku, vjen edhe shndrohet rritet në diçka edhe shumë të madhe. bëhet shumë e madhe. Përpara fshatrat vendbanimet, kur punojsha në Komunë Sarajit, ju mundsha më shpjegu, kanë qenë në kodër, edhe pse ka qenë muri me qerpiq, rrjedhat e ujit, kanë mujt me damtu murin e qerpikut, edhe s'ka mujt me bë ndërtime aty ku ka rrjedh uj. Edhe është bë degëzimi edhe qarkullimi, infrastruktura. Ato janë për një vend banim, rrugët janë sikur damarët e trupit. Nëse ka prurje të gjakut të energjisë nëpër indet, ajo funksionojnë indet. Nëse vjen deri te zanja e atyne, bëhet gangrena dhe duhet me i amputu pjesët e vendbanimeve. Njëjtë është ajo. Këtë sektor. Ata që e kuptojnë ato, do më thonë, si është kriju bota, duhet me i marrë shembullin prej asaj çka ka kriju Zoti. Ato i kemi urneqet në çdo pjesë në natyrë. Degët e drunit, njësoj janë funksional. Apo? Në dy anët. Edhe në të njëjtën mënyrë organike edhe neve zhvillohemi bashkë. Prej ranjeve shkon langjet nalt, krijohen frytët, lën pasardhës. Është e njëjta filozofi. Dikush do të thotë pse përzin me arkitekturën. Lidhet shumë në fakt. Shumë. Arkitektura është shumë njerëzore dhe gjithçka njerëzore ka të bëjë pikërisht me arkitekturën, filozofi në vete. Më fal të ndërprerja. Arkitektura është kjo tash që po përmendet Persia, lashtësia e civilizimeve. Kretë prej ndërtimtarisë, ato që kanë qenë ndërtime me guri, ato janë trashëgu edhe kanë metë si monster, si shembull. E mënyra e organizimit e strukturimit është bartë, përvoja është bartë gojarisht mas pari. Mandej janë bo librat, përse jo shumëzu populata për me kontaktu me shumë veta për një heri, me bartë përvojën dhe të sore, është bo libri. Apo? E tashti me internetin, ajo po përshpejtohet dinamika, po ato mënyra e bartjes mbetet e njëjta. Do t'i rikthejmë edhe njerë sigurisë në vendin e punës. Sa keni parë të respektuan standardet bazë të sigurisë, apo zakonisht në vendin tonë kemi vetëm zbatim formal që është në letër, po që nuk zbatohet në praktike, dhe sa na i rrezikon kjo punëtorët tanë të ndërtimtarisë? Unë mendoj që mënyra kur i jepet projektuesi me qenë i një pronarit, realizimin, ndërtimin me bo e njajta firmë, me bo edhe mbikëqyrjen me bo, ajo po atas vjen deri te këto probleme. Se kurkush nuk mundet me kritiku vetë. Dikush duhet me pas reper, duhet me pas dikush prej anash që e bën revizionin e asaj, edhe me eliminohen ato dobësitë e projektit. Se përsosmëri në këtë botë nuk ka. Po, do më thonë, janë ato regullat. Unë e kom dëgju që në Imperinë Angleze, pas ka disa ligje që 400 vjetë nuk janë ndryshu. Do më thonë, nëse vlen i njëjti ligj edhe për mu, edhe për të gjithë njësoj, atëhere vjen zbatohet drejtësia, edhe nuk vjen deri të kësi probleme. Këto probleme që i shohim t'i kemi formalisht në letër, por që në praktik nuk zbatohen asnjëherë. Kemi problem të kontrollit nga ana institucioneve. Sa janë të përpikta institucionet tona kur vjen puna për të kryer inspektime dhe kontrolle të rregullta nëpër të gjitha ndërtimet që realizohen? Po shifni, ky ekspansioni i ndërtimeve besoj që e bën edhe këtë problemin e kuadrove. Mandej, një period mundoheshin në administrat me hi ma të aftit njerëzit, edhe ata mandej i zbatojshin edhe regullat
ma në mënyrë të përpikt. Me atë që nuk vlerësoheshin njerëzit e aftë, na fillum me i përzon të rritë në perëndim, po edhe në administrat me të njerëz që nuk janë të aftë me përvojë të mjaftueshme. Mendimi im është që prej qasaj vinë këto mangësit edhe këto ngjarje që pa ndodhur. Si mund të përmirësohet konkretisht siguria në kantierët e ndërtimit sot? Çfarë hapa konkret duhet të ndërmarrë për të mos pasur ndoshta një numër kaq të madh të rasteve kaq të vështira? Çdo katër, domethënë, financier është tjetër, maqedonisht ta përmendni izvedovaç, realizues është tjetër, projektant është tjetër, mbikëqyrës është tjetër. Nëse këto katrat dorëzohen në dorë të një njeriu, një personi ose fizik ose juridik, aty fillojnë probleme. Prishet procesi, pra duhet të ketë një lloj harmonie dhe secili të ketë kompetencat e veta që të realizohet një diçka siç duhet. Para se të vazhdojmë tutje në pjesët tona tjera, do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem sërish në studio, tani do të ndalemi pak tek urbanizmi dhe planifikimi. Një ndër gjërat më të rëndësishme kur vjen puna për të pas një qytet edhe për të jetuar ashtu siç duhet, por që fatkeqësisht në Maqedoninë e Veriut të shohim që këtu do neve çalojmë pak në këtë aspekt për shkak se vetë dora njeriut shkakton pasoja të mëdha për të gjithë qytetarët, duke marrë parasysh numrin e madh të ndërtimeve pa leje që kemi në qytetet tona dhe planifikimin jo aq adekuat për të pas një jetë të qetë dhe ashtu siç duhet. Sa po zhvillohet urbanizmi në mënyrë të planifikuar dhe sa kemi ndërhyrje të pakontrolluara në qytetet tona? Generatori shumë problemeve është katastri. Do me thonë, çdo ndërtim fillon me çështjet proceduridike, pastrimi e të gjana. Dhe shpesh herë unë e potencoj. Një parcel katastrale edhe parcel urbanistike dallojnë, se njerëzit thonë parcela edhe i përzijnë këto gjana. Shpesh herë mundet prej një parcelës katastrale të madhe me u bë disa parcela urbanistike më të vogla, ose kundërta, i thonë edhe komasacion, me i bashku disa parcela katastrale në një parcel më të madhe urbanistik. Edhe katastri, çdo plan urbanistik fillon bëhet në mbi baza të azhuruara katastrale. Nëse bazat katastrale kanë mangësi, defekte, që nuk janë të definuara mirë kufit, pronësia, aty është generator i gjitha problemeve që me u bë plane urbanistike fiktive, vetëm sa me u aprovu në letër, ama së ndajnë praks nuk mundën të realizohen, ato generojnë mandej njerëzit, lindin fëmijë, krijojnë familje, vinë në situatë me qenë të detyruar me bë zgjidhje, a nuk mujnë në mënyrë legale. Kanë plot njerëz që kishën dasht me bo me leje, me asine, po e kanë qatë që të ngatrume ato çështjet urbanistike dhe pronësore, që është proces shumë i mundimshëm, edhe ata bëjnë improvizime, ajo vjen të bo ma keqe. Do me thënë, sipas jush, problemi që ndron tek planifikimi urbanistik që kemi neve, më shumë se e dim që këto planifikime bëhen për gjenerata me radhë dhe ke një plan dhe nuk është se ndryshon për sa 15 vite ndoshta, para se të ndërhyjet në to. Problemi pra që ndron tek ato më shumë se sa tek njerëzit që nuk i respektojnë këto plane urbanistike dhe ndërtojnë pa leje. Po shifeni, plani urbanistik kur aprovohet, ajo është si ligj. Sikur në parlament ligjet kur aprovohen, mandej vjen ka për disa ligje, ma që nështë thonë tolkuvanje, me spjegua, si përgjeshtë. Nëse ligji fillon të zbatohet, ajo është me gjetë ashtu, bira në ligj, që thonë. Edhe me u devastu ligji, edhe plani urbanistik. Prandaj, nëse
plani urbanistik prej katastrit vjen si duhet bëhet gradualisht. Unë e pavëzom në Saraj atëre, për me mujt me se kom pas bazën katastrale 1/2500, prej vitit 1928, shkruj ke poshtë Vardarska Banovina. A unë duheshte në vitin 1996 me organizu urbanizimin e duke u bazu taj plan urbanistik. Saraj. E qka bana une, mandej e mora ortofoto inqizime, në më thonë kur s'ka pas Google, me ortofoto inqizimet, edhe i bëna ashtu një mbi tjetrën, edhe ku doli ajo e katastrit që ka shenjë të zez, mbi kulp, aty ishte legale, a këto që meten me kulme të kuqe pa shenjë, ato ishin të bëme pa evidentume në katastr. Sa është e logjikshme kjo duke marrë parasysh se populata zhvillohet edhe vazhdimisht rritet numri i popullsisë, ndërsa ti duhet të veprosh me një plan urbanistik që ka dekada më radh. Absurdet që po i ndodhin profesionalistëve, edhe mandej ne po mbetemi me improvizu se presioni i njerëzve. Unë kur ju thojsha në Saraj, mani pse po bëni kështu, pse po bëni ndërtime pa le, po thëshin me bo me janizme të nguty, nuk duhet kur me ndërtu kur gjo. Unë thësha nuk po thëmë mos me ndërtu, po mos ndërtoni pa leje, se mandej do të ngushtoni rrugën, nuk do të keni qasje deri te parcela joj. Ata që janë rreth rrugës kryesore e bllokojnë qasjen, edhe kjo knejnë mbetet golfator si përfaqe. Nuk ka zhvillim, Sa është e vështirë që të arrihet deri tek ndryshimi këtyre planeve urbanistike, nëse shumë qytetarë nuk janë të kënaqur me atë që është, a mirën parasysh ankesat e tyre, si shkon procedura, derisa të arrihet tek diçka që njerëzit e pranojnë? Këte që e pyte dhe të isha mundu me një qytet të madhë, Konstantinopoli, Istanbuli, është një ndër qytetet më të lashta në botë, apo. Është pjesa e Evropës, ajo, Turqi, Istanbuli, edhe pjesa aziatike. Duke u zhvillu Istanbuli, i kam pas bodo bulevare në periferi, jashta mureve të Bizantit, apo, edhe funksionoj, derisa erdhi u bën zgjidhje me qenë denivelime të udhkryqet. Kretë është prapë të këto. Rikthehemi te ajo mënyra organike. Bënën një zgjidhje, po u gëlfat. Vazhdoj prapë të ndosje, komunikacioni dendën shumë. Edhe çka vizionarët, sigurisht politiciantët i kam pranu suggestionet e profesionalistëve, u ban urat, u baj tuneli, u lidh pjesa aziatike me pjesën evropiane. Edhe në pjesën aziatike fillun me plane të reja urbanistike. Me infrastruktur, me gjana, me krejt. Gjithçka nga fillimi. Faktikisht, ma shumë u bo zhvillimi i Stambollit në pjesën aziatike, se sa në pjesën ku ka pas struktur të vjetër, e cila sa do me përpunu, sa do me regullu, është edhe trashëgohet ajo struktura ku bëhet ngjecje. Apo rritën qytetet tona më shpejt se sa kapaciteti tyre urban? Unë kom jetu edhe në shtetin e Jugoslavisë, edhe shpesh herë përmendin Slovenia kështu, Slovenia ashtu, Slovenia kishe i pas ka shfrytzu këto republikat tjera e pas ka shku për para. Slovenia ka shku për para se i ka pas zbatu profesionalizmin prej në kohë, nuk lejoshin improvizimet. Edhe qytetet, sot e kësaj dite, Ljubljana është e kufizume në 250.000 banorë. Edhe gjitha qytetet tjetër është struktur policentrike. Ky proces që po ndodh në Maqedoni, gjysa e popullatës me ardhën shkup, kjo do së shpejti për një kohë të shkurt do të fillon me bo probleme shumë të mëdha. Pajtohem plotësisht këtu me ju, për shkak se kjo është edhe një ndër arsyet sepse
bëhen vazhdimisht të ndërtimet pa leje dhe bingarkohet kryeqyteti për shkak se nuk ka kapacitetin e mjaftueshëm për të pranuar gjithatë numër të banorëve. Në anën tjetër kemi mungesë të hapësirave të gjelbra. Sa ndikon kjo në cilësinë e jetës, mungesa e gjelbrimit, mungesa e hapësirave të gjelbra, pse nuk i marrim shumë parasysh? Unë prapë kisha lidh me ato fillimet e karrierës time në Saraj kur kam qenë. Pa të më shku në fshatin Kopanic, edhe thanë kjo është toka e Vakëfit. Edhe unë Vakëf jemi mësu, ajo është toke xhamis, po e supozojnë. Por Vakëf në kohët osmanlide është qujtë si përfaqe publike. Edhe shumica e njerëzve më të pasur e kanë lënë tokën kur ka fillu vendbanimi me u zhvenu, e kanë lënë atë tokën ku ka me qenë për tubime, për funksionim të përbashkët. Bile me në Turqi është Vakëflar Bankasik, ka. Edhe njëherë kur dëshim me deponu do pare, daje se patëm vetë, tha, mas miri është me i deponu në Vakëflar Bankasik. Pse, thash, tha, ka mas shumë ti sermaje, patun shmëri, ka mbules për ato kreditet, ato aktivitetet që i bon banka. Dhe me thonë, duhet për me u vlerësu kapitali, se kapitalizëm është sistemi, apo? Duhet i përshtatë duhet të qarkullon kapitali, të jep vlerë të re. Ajo që blokohet shtëpia ose patunshmëria o kapitali, është kapitali vdekur. Edhe që ajo i gjeneron gjitha këto krizat financiare dhe këto. Sa po ndikojnë edhe ndërtimet e larta, ndërtesat shumëkatëshe një pjesë e pandashme e jetës tonë, ndoshta në një mënyrë edhe ndihmojnë integrimin e shumë banorëve në një strukturë dhe nevojën e mos ndërtimit të shumë objekteve të tjera. Sa ndikojnë këto në infrastrukturën tonë, a ja zën fryma në qyteteve? Se nuk është se kemi dhe një kapacitet shumë të madh, nuk kemi sipërfaqe shumë të mëdha për t'i përballu këto ndërtesa të larta, që shpesh janë pa leje. Prapë do të kthena në ato strukturat natyrale. Vendbanimet që bëhen rreth lumejve. Do të thonë, në të kaluarën, lumi zakonisht kur është në rafsh me andron. Edhe ai pjesa rreth lumit është toka snjanse e kërkujne. Se s'mundesh me uzurpu, se nesër e ndron kahjen edhe hynë në përfush. Tërmeti i Shkupit, 63-shës, u patëqu krejt bota, ekspertët e krejt botës, prej Japonis, Kenzo Tange, prej Çekoslovakis, edhe erdhen edhe bonën një plan të bukur urbanistik, i cili duheshte të implementohet. Nuk mundet bulevar, penges, bulevar, penges. Duhet unaza, duhet ajo, gjithmonë duhet me qarkullu. Edhe nëse zatetet këtu diçka, na shkojmë kështu për rreth, edhe me ma shpejt mrin që thonë rruga e pastër kur është, se sa me nis me undalë. Se nuk u implementuan plotësisht, se një pjesë e kemi ndoshta po këto planet që u bën për ne pas tërmetit? Prap do të kthena te katastri. Në kohët e Jugosllavisë, që në pronar i objektit, i shtëpisë, po toka ka qenë nacionalizuar. Ku ka pas plan urbanistik, ka qenë tokë shtetnore. Me ndrymin e sistemit, 95-96, u do të më bë transformimi i tokave. E qëto procese që nuk u bon si duhet deri në fund, generon shumë probleme. Këtë infrastrukturën Shkup që kemi, është të trashëguar diku 80% prej kohës Jugosllavisë. Aty janë bërë planet të detajuara urbanistike me gjitha nishanet, edhe gjithmonë ka pas në kanalizime, në rryma, në infrastruktur, edhe neve kemi vazhdu të njëjtën rrjetë. Diku 20-30%. E tash na ende jemi të shfrytzuar të kaluar, edhe është bash momenti kritik kur do të fillojnë me kollaboru sistemet e infrastrukturës.
I përmendim vazhdimisht ndërtimet pa leje. Nuk e dia kemi edicion informativ pa e përmendur këtë si problematike dhe fenomen shumë të shpesht në vendin tonë. Pse qytetarët dhe investitorët marrin guximin të ndërtojnë pa leje vazhdimisht? Pse kanë këtë liri kaq të hapur dhe kaq të shpesht për të vepruar në këtë aspekt? Unë mendoj që këtë tranzicioni që zgjati shoqëror i ka deformu disa gjana. Na jemi met asën kapitalizëm, asën socializëm. Vlera e aty në 200-300.000 eurove që i ka shti në objekt, i ka mbyll. Ka shkuar në perëndim edhe e mban shtëpinë të mbyllur. Se veturën që e ka marrë 200-300.000 euro nuk mundet me ardhë deri te objekti. Çto janë ato çrregullimet edhe në jetën e përditshme, po edhe në mentalitetin e njeriut. Duke në shtëpi, të hujt po thonë, shqiptarët shtëpijen e kanë të përsosën. Kur dalish jashtë shtëpisë, nuk është e atine. Si mundet vendbanimi ku jeton, shtëpia qenka e individit, ajo vendbanimi nuk qenka e atine. Ky mentalitet është shumë i gabueshëm. Pra neve na mungon edhe kujdesi për rrethinën, se jemi shumë të fokusuar te vetvetja. Mirpo, a është problemi ndoshta që nuk dënohen njerëzit mjaftueshëm, edhe pse ndërtojnë pa leje, pa i legalizuar, pse vazhdon të ndodh ky fenomen? Në perëndim mundet me funksionu sistemi i dënimit, se ata që punojnë jashtë ligjit janë 5 deri në 10%. A nëse ata që punojnë jashtë ligjit e tejkalojnë masën prej 50%-ve, atëherë është e pa logjikshme. Disbalans paraqit. Disbalans, sigurisht. Si ndikon ky fenomen në sigurinë e objekteve tona? Rikthehemi prapë tek ajo që përmendëm në fillim. Se ndërtojnë pa leje, pa legalizuar, pa i shkuar të gjitha hapave ashtu siç duhet. Sa ndikon kjo në sigurinë e vetë objekteve? Duke marrë parasysh këtu edhe objekte publike, nuk flas vetëm për banim individuale, po banim kolektiv, shkolla, qerë dhe qendra tregtare, sa ndikon kjo në sigurinë tonë të përgjithshme? Ku me ditë sa i mirë me qenë objekti, që kjo filharmonia e ka bo autor është kolegu im frizyrës që punojshin, Viktor Mihajlo. është objekti mrekullueshëm. Nëse mirëmbajtja dështon, ai për një kohë të shkurt do degradohet. Sikur njeriu vetveten që e mirëmban, e shëndet, atëre mbetet i shëndetshëm tanë jetës. Nëse nuk kujdeset për vetveten, degenerohet edhe. E dyta është që me atë që kujdesesh për veten, ti je shembull edhe për fëmijën, se e kam pas lexuar një thënie, mësuesi nuk është mësuesi mirë nëse nuk mbërin që nxënësi me tejkalu. Edhe ne na shkon mendja për arsimin, po mësuesi për fëmijën, mësuesi i parë kush është? Prindi. Më thonë edhe për prindin vlen ajo. Prindi nuk është prindi mirë nëse nuk mbërin fëmiu i tij me tejkalu me aftësitë. Në atë ditë me i thonë për fëmijët, bën kështu, bën kështu, bën kështu. Në momentin kur e mbyllish gojën, ai shiqon ato që i ke fol me fjalë, ai tu e zbatu ti me veprimet tuaja. Atëre ka pesh ajo çka e edukon, çka e mëson. Sigurisht edhe me një fjalë, është disbalansi që po paraqet. Me një fjalë dhe duhet shumë e vërtet kjo që thatë, se duhet i trajtojmë edhe strukturat tona, edhe ambientin ku jetojmë, edhe gjërat që i kemi përreth, sikur të jenë të gjalla dhe t'ja u japim të njëjtën kujdes, për shkak se janë pikërisht ato hapësirat që na mundsojnë që neve të jetojmë edhe të funksionojmë. Kjo është edhe vetë esenca e arkitekturës, se neve shohim objektet vetëm si mure, po është realisht shumë më shumë se aq. Para se të vazhdojmë tutje në pjesën tonë të tretë, do të shkëputemi edhe një herë për pak minuta publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio.
Na ka mbetur edhe pak kohë drejt mbylljes së këtij emisioni, mirë po kemi edhe shumë gjëra për të diskutuar. Tani do të ndalemi pak tek një temë që ka prekur shumë qytetarët tanë. E dim sa të rëndësishme kemi këtë rrugën këtu në Bitpazar, edhe vazhdimisht është diskutuar për vendkalimin ilegal që shkakton një lloj kaosi në trafikun ton. Si e vlerësoni vendimin për mbylljen e këtij vendkalimi pikërisht në Bitpazar si një arkitekt urbanist? Prapë do të kthena në Saraj, se a din ç'ish është ajo fillimet. Fillimet. Te ura e Hekurit fillon rruga regionale 403, shkon te Ngostivar. Domethënë, rrugët magistrale dhe regionale janë në ingerenca të Republikës. Edhe neve shqiptarët që aty po bëjmë gabim të madh. Që as vetë nuk jemi në nivel të komunës me i zbatu disa gjana, as nuk i shfrytëzojmë planet regionale urbanistike, ku ato strukturat ndër qytetet që ato mandej fillon të degëzohet, si arteria, aorta janë në nivel të Republikës. Prej aty degëzimet, e që ato degëzimet sekundare janë prapë në ingerencat Republikës. E na, me vënu njerëz profesional në udhëheqjen e urbanizmit të komunës, ata do të mujnë me përpilu qasi programe zhvillimore, të cilat kanë me parapa fondet republikane për me mujtë me përparu infrastrukturën komunale. Edhe qyteti Shkupit e ka planin general urbanistik, ku është e parashikume ajo struktura primare e rrugëve ku janë në ingerencat qytetit Shkupit. Po pse ndodhin këto shkelje? Pse u hap ky vendkalim që tashmë duhet të mbyllet, dhe sa është kjo masë e vonuar për qytetarët tanë? Pse aty ka qenë parapame gërshetimi i rrugëve ndër një niveli. E tash, në munges të realizimit të asajne që jo kondut më realizu, tash po bëhen improvizime. Unë kam qenë përgjes për komunën e Qajirit, edhe kur bëheshte ky plloshtati Skënderbek, unë s'mësha me e kuptu që se pa të më shku në komunë të Qajirit, edhe na bënën prezentimin e planit. Edhe si është e mundur, s'mësha me e kuptu, paramendoni, kalon urën Goce Dëllqe, hysh ndër urën Stokovna Most që shpibje, apo Shqip, edhe futesh ndër plloshtadin Skënderbek, edhe dalish në kotën 0, kryqëzohesh, edhe unë thësha, pse po dalim, unë e mendojsha që plloshtadi do t'jetë rafsh, nuk më isha me paramendu, me bo plloshtadën katë. Edhe njerë, kur autori i asi projektit, tha, shka jetu folbe, tha, po kjo ka 4 metra në nënsi. Wow! Pse mës me u vazhdu ajo deri të udhë kryqi, me dalë në qetër të kjo të gjygji, edhe ashtu është denivelu me ajo, edhe me u bo në 2 nivele ajo kryqëzimi. Që qëto janë ato gjana që edhe këtu në Bitpazar nuk është realizu rjeti primar. Primar në sobrake në mreža, se i kumë përdor terminat që të mu. Su më ishtë shqip me... E kjeni terminologjinë ashtu të... Pra ndaj vjen deri të këto. Nëse nuk realizohet ashtu qysh është pru ligji, qysh tonë, kur pa aprovohet GUP, plani general urbanistik, mandej duhet implementohet. Nëse nuk vjen deri të implementimi, ato vjen deri të deformimet. Nëse do të kishit mundësi të ndryshonit një gjë në këtë sektor, çka do të bënit? Me çka do ta nisnit? Pikë pari, me këto paramendoni një kohë të gjatë, kur e përmandshke rotonda
Në Shkup, kur i ipshin provimin për kerë, vetëm atje të parku të Bunja Kovaci, shkojshin me e bo ato, se s'kishte rreth. Edhe njerë me frikë, vozit si to, kush do të hinë në ato. Ata shu bo shumë normal. Faza e parë, para se me bo denivelime, a këte do të aplëcej nëse adi kur hinëm në këtë muhabet. Kur u vor rruga për Kosovë, pi kufinit andej. Kur shkova për herë të parë, kur e pash në shtylla, shka pas kënë bo këta, janë normal kështu. Kur kalova 2-3 herë, e kuptova ku është Esenca. problemi këqyre për ohër, me asine, po shembet dheu, po s'di shka po ndodh. Tak. Kur e shofën kin, njajtën gjë. Mërënda, jo 10 vjetë, mërënda 10 mujve e kanë realizu kilometrajën që këtu 10 vjetë s'po mujim me bo. Në shtylla. Trak. Ato në fabrikë të bo me hazër shtyllat, për në këty, për të kalon, tak, vetëm për i rëshon. Krejt kina me trenet e shpejta, se me aeroplan u thon për një shtetin shtet, a mrenda një shtetit me aeroplan nuk mund është me u thon. Edhe i kanë bo atë rjetin e treneve të shpejta me këtë 300-400 km, edhe kur nalet në qytetin matë madh, a i nalet afër qendrës. Edhe ja u letëson qytetarëve lëvizjen, sigurisht infrastruktura që rrugore prapë është kthehemi të shumë e rëndësishme. arteriet. Një profesor nga ka pas vetë, sa është kufizimi i ndërtesës në studim. Na fillum, konstruksioni, kjo, jo. A di tha ku është kufizimi kryesor? Tha, kur ta bëni një kull, tash mundemi me shku, që sikur kjo që u bë në Dubai. Tha, kati parë dhe i dyti është më i vlefshme si përfaqe, më e shtrejta, se është baza e komunikimit. Nëse vënojmë qash shumë kate për prem, duhet me e gërshetu kati i parë dhe dyti me qenë vetëm piknisja e lifteve që kanë me shku të përpjet. Në më thonë, shifne, degzimi është horizontal, degzimi është vertikal. Edhe tash kompjuterizimi e boni qatë dam, se izohipsa vizatoheshin të planet urbanistike. Dhe me kanë e paraqitesht e konfiguracioni. Tash kur po bëhen planet, po bëhen 2-dimensionale. A bashkë e kundër ta duhet me qenë. Me digitalizim duhet letë më u bo ajo që ta shofësh vizualisht edhe 3D, produktin. që tha. E që tu është problemi që ato planet po bëhen, mandej po ka shembje, rëshqitje të dheut e këto gjana, që erdhën prapte ajo në fillim që e përmendën, sigurisht. Kemi edhe shumë për të bërë për të arritur në një nivel ku duhet të jemi si me ndërtimtari, si me shumë aspektet të tjera të shoqërisë tonë, për shkak se duhet një implementim më i fuqishëm i rregullave dhe një zbatim i plotit tyre për të pas një shoqëri më të shëndosh edhe për të pas ambiente të duhura për jetesë. Zotëria Seku, ju falenderoj shumë për kohën që ndatë sot të ishit prezent në televizionin Alsat dhe për t'ju dhënë shikuesve më shumë informacione mbi punën tuaj dhe mbi atë që po ndodh çdo ditë për rreth nesh. Falenderoj shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi.